nuk është çudi vlla, që edhe nëse vi me ditë pushtet, do të more çfarë dua këtu vlla, isha më në opozitë. Po ta hapim departamentin e opozitës vlla, mos kemi autokritika. Çka ke ti? Ne vetëm të vim. Si Erion Braçë thua ti? Po si Erion Braçë pra, si Erion Braçë, autokritika ata. Nxjerrin flet rufet. Edhe unë nuk e mendoj dot. Kur e mendoj ndonjëherë vlla që mund të jemi me të vërtet në pushtet. Se si e tham që para 5 viteve ne nuk e mendonin fare që mund të ishim këtu ku jemi. Pas 5 viteve mund të jemi aty ku është Rama, o vlla. Unë se mendoj dot dhe po thënë, mos bëj opozit. Po shpem, ka një gjë vlla. Sot në këndvështrimin tim, mos bësh opozit, i bie që nuk e kuptuar realitetin vlla. Po. Madje unë kam shumë rezervë, por për një gjë jam shumë dakord me zotin Braçë. Po. Pasi nga të gjithë ata që janë atje 83 deputet, ai është ndër të vetmit dhe jam i bindur që e bën edhe qëllimisht, se nuk është naiv ai. Normale. Ai flet gjëra të padamshme vlla. Ai flet gjëra që nuk cënojnë pushtetin. Ai nuk flet për tunelin e Llogaras, për vjedhjet e Keshit, për këto. Ai flet për gjëra për bukën me maja e gjitha me radhë, shumë mirë bën, se ato janë probleme. Por ai rrit pikë vetes brenda vetë socialistëve. Pra ai ka për mendimin tim ministrin më të rëndësishme, pra ministrinë e propagandës dhe ministrinë e njerëzve. Që vetë socialistët thonë, shikoj, ky po ja thot, se vetë socialistët i din problemet e vendit e pavarësisht dashurisë tyre që kanë për partinë. Dhe kur ky është një opozitar, ata preferojnë Erion Braçën dhe merr 17.000 vota zotëria në njësi numër 5 dhe nuk preferojnë le të themi këto figurat e kollarisura dhe mumjet politike të opozitës. Pra ai është le të themi në këndvështrimin tim më i rëndësishëm sot në Partinë Socialiste, kush e kupton. Paktën kështu e shikoj unë. Dhe amortizon ato të pakënaqurit e PS-s, i merr ai, nuk i lë që të kalojnë jashtë. Kurse Gashi vlla që është kritik dhe opozit për mirë të Partisë Demokratike, në vend që t'i thon faleminderit di Shpend Gashi që ekziston dhe që i thua këto gjëra, sepse edhe ata që nuk na duan neve, duan Gashin, do qëndrojnë te PD-ja, jo vlla. E shpallim armi Gashin, ka gjë thjeshtësh. E kupton ku jemi ne apo jo? Dhe themi pastaj pse ikin njerëzit, pse nuk votojnë njerëzit. Nuk e di vlla, po që të më vinte dhurata më e bukur politike nga Alfred Lela, nuk e kisha menduar as në ëndrat e mia më wild. Të betohem se më ka bë dhurat politike idiote, a kupton? Nga pavësia, nga deliri dhe nga malinjiteti që ka, dhuron pa dashje. Ore, po sigur mos tjetë ai vllai thjesht tjetë lajmtari. E ke menduar këtë? O, është mendimi i parë që më ka ardhur. Mendimi i parë që më ka ardhur. Se në këto parti më këta kështu janë Cicerona, por ti e di shumë mirë, a kupton? Nuk ka ngelur gazetar që njohim ne të dy, që mos më ketë marrë televizor dhe sa mirë ja ke bë ati. Edhe në fjalë epitet që jo, bravo. Sa mirë ja ke bë ati. Edhe e di kush është më e bukur? Napoleoni thot, ka një shprehje, a mund ta marrim Napoleonin si general lufte, mund ta marrësh vlla, se i ka vendosur të merrin gjithë Europës. Kur mos e korrigjon një kundërshtar, një armik teksa është duke gabuar, unë e kam thyer rregullin e Napoleonit, rregullin e parë. Rregullin e parë sepse në fund ditës do më thonë njerëzit o gash, po me atë këllirën në more ai 7.000 followers sa ka, për që nga 2013 deri tani nuk e ndjek njeriu, s'është në peshën tate, siç më kanë thonë. I arrita çik PR-in sa për me thonë që është afër meje. Që për ta ngjallur pak. E dyta vlla, që është më e rëndësishme është mos u fut në një luftë kur nuk e njeh kundërshtarin. Ai është karta e hapur për mua, se unë ja di gjithë pisliqet. Ai nuk di as lloj gjoje për mua valla. Se s'kam un pisliqe çat di ai. Mos bëj pisliqe vlla, mos më ke në për dhoma hoteli me kamera me këtë elitën me parin. Nuk më ke duke pirë kokain vlla. Nuk më ke për shumë gjona tjera. Nuk më ke në skena homoseksuale. Kurse unë vlla i kemi ca të dhëna. Varet nga intensiteti luftës. A do shkrepe se nuk ndizet në ndezja për një cironko vlla.
Ikën ky, firoi sot me atë Lelën që i kam thonë, e pe statusin e fundit. Valla, e di që ndonjëherë sulmi është PR-i dhe reklama më e mirë. Ama ta ngjallim çika burr. Ti mësojmë çik si bëhet PR-i se e mori PD-n qafë për ti me bë PR, mësoj na unë pakën. Më ke parë mua valla sulmoj njeriu? Koha. Pra, lera mos u kështu fare, kupton, njerëzit e dinë diferencën, e shikojnë, kështu që po si nuk ishte vlla, po sot ishte hera fundit që unë e bëj sepse kishe bërë një shkrim patetik. Edhe ti ma di karakterin, unë zgodas kur i pari vlla, po më godites ta lëm bar. Minimumi sa të barazoj, si që do të kaloj, po paka minimum barazim. Jemi jek tash. Kafshoi pari, mori grusht nofullave, të kaloj knockout. E rau padroni që i ka thonë Zarfin për të shkruar të shkrimin. Një nga kryesia. E di vetej. E mori knockoutin noflën tjetër sot. Me pantallonat Leila të ulura, se e vetmja gjë që ka ai që mund të mbahet mend ai është që u bë burr kur hoqi pantallonat vlla. Para një burri. Mos harro kët. Hoqi para Ramës pantallonat. Na e tha shikoj breçkat e mia. Se më kanë rahur. Edhe dikush është frika ime më e madhe se mos e rref ndonjë që e ka i natë ma faturojnë mua vlla. A kupton se është merr tash. Duhet me rujt edhe Lelën. Duhet me rujt edhe Lelën vlla. Aman e mos i bëni gjë, se s'bën gjë i shkreti. Aq ka i shkreti më. Për kthen e shkruaj me ChatGPT. Ideja është asmerr që unë e kuptoj shumë mirë këshillën tënde, është hera fundit vlla që merrem me atë për këtë vit. Nuk kam për të marrë më sepse nuk është kategoria ime, as nuk e cënoj vendin e tij, kupton? As nuk dua të vend sepse është si puna me marr një varrez. A e gjallëron dot një varrez, nuk e gjallëron dot valla. PR-in PD është varrez. Sa duash. Është varrez. Por ideja është prerja mbes. Pra, atë që ka fol Sali Berisha për odën e burrave, na uli në odë burrave dhe qend e partisë na prem bes neve që erdhëm mirë besim aty. Sepse ai nuk ishte vetëm sulm për mua vlla, ai ka një urrëtie patologjike për mua. Po ajo ishte sulm edhe për Lustusaj, që i kritikoj. Ishte sulm edhe për Florian Binaj. Ishte edhe për Neritan Liçaj. Edhe për Ermal Hasimen, që kritikoj. Edhe për zonjën Meri Lika, që kritikoj. Edhe për Blerina Gjuriqin, që kritikoj nga konsumatorët. Pra, kush e ti o vlla që mirë mua shpendin e ke personale, kemi gjona tona neve, pritet kafshosh, more dajakun publik, u degenerove. Po me profesorin Lustusaj mër gjë e keqe, mër djali keqe. Edhe ai nuk është intelektual. 40 vjet, 40 botime. Jo botime me ChatGPT. Botime alla Çili. Njeriu vreshtari më i mirë në Ballkan vlla. Gjenin në vreshtari, më i miri. Edhe që është pranë klientit. Nuk i bie me topa i vlla. I ndihmon ata vreshtarët. Më jep kaq lek, më paguaj vetëm rrugën se të vita bëj unë, a kupton? Ndërkohë që në Itali dhe në Gjermani ti e di shumë mirë kur vjen tjetri për pesticide për vreshtin, fillon me metra linear, jo me metra katror. Lushit i shkret merr gjithë vreshtin me një fëmijë të vdekur vlla, me një fëmijë të vdekur 2 vjeç për mungesë qumshi nga komunistët që ka ardhur kam qarun bashkë me ata. I kishin lënë pa kondicionere dhe pa kompjuter në zyrën në Universitetin Bujqësor, del ky bastard, ky këllir politike që sulmon edhe Lustusaj. Ore ta din të gjithë, unë më shumë jam acaruar për Lushin se sa për veten. Sa i podcastin nga dhoma gjumit e bën vllai, sa i është mësuar të flej me Çilin në dhomë. Ngjeshe njëri tjetrin këta, u lezeton. Për mua thuaj çat dush ti, si e burr, ndalesh para, se e di çat pret po të ndalesh para. Po me Lushin do merresh dhe me Florin. Me Florin që kisha ardhur aty dhe po dëgjonte idiotliqe.
Që tha u shpend ta 1 sekond se kam vajzën për të marrë nga puna, edhe Flori doli keq tash. I pa intelektuale gjitha me radhë, tregon ky mua librin e fundit, po s'ma tregon dot mua librin e fundit e përse jam i vetmi që promovoj librat këtu në podcaste. Me mua e kanë zgjedhur gjithë një dhuratë libër mbarove me profen. Nuk kemi pse ti blejmë kështu e ta dim çfarë do profi, a golfa, xhupa, x-a. Merre një libër edhe e ke lexu, po se kam lexu, na merre. Më tregoj muti, domethënë si mund të mbaj unë fjalime publike? Më thojtë mua si mund ta thoja unë askushi nga Republika e Kurkundit. Po mos lexoja. S'ma thua dot e burr. Nuk ma thua dot, a kupton? Edhe tek shkrimi që kishte bërë 50 komente, 50 janë ngrinin familjen deri te lista e miut. E shanin gjithë. Të ti si, domethënë qofse unë jam overrated, thot Kresha vlla, ti overrated. Mirë unë që kam overrated, 32 vjeç jam o zotri, unë jam i riu në politikën shqiptare. Mua më lejohen dhe gabimet, bazë jam i papjekur unë, 32 vjeç. Po ti beqari sa zhënuar 50 vjeç. Me dritije të mëdha në jetën tënde private, që s'dihet kur ke mbaru shkollën, ke vajtur në Amerikë në 2000-shin, mbarove shkollë të lartë, shkollë master, vajt edhe doktoratur. Kush je ti vëlla? Djali Bill Clintonit tu hapën dyert ty për 10 vjet. Çka ke boti, zotri? Ke mbledh kanaça? Ma bëj Allah vëlla. Pra, këta janë krijesa sorosiane importuara nga Çili vlla, nga UET Soros për t'i hedhur në tregu mediatik shqiptar, a kupton? Ky zotria në 2013-ën, në krah të Bashës, thoshte Shkëlzem Berisha tregon jetën luksoze të grave të veta, ky tipi sot që është në krah të Sali Berishës. Se e keqja është në Mapo në 2013-ën vlla, ka shpallur drejtor njeriu e vitit e Edi Ramën, duket se ka qenë ky drejtori i Mapës. Tashi vlla nuk ngjiti. Ti nuk je për opozitar. Adriana Kalaja burrnesh vlla. Mund ta keni natë shumë veta për tipin që ka shpërthyse eksploduese, por për mua është motër e madhe. Nuk kam ardhur ta gar se është ky arsyeja që s'du me ardha aty. Pra nuk e do njerin PD vlla. Edhe bashkëpunëtorët e vet nuk e duan. E urren, e neverisin. Se është delirant. Idiot e delirant. Tashi kush e ka fajin Gashi që tha, "Çohemi në grev, nxjerrni familjarët vinë dhe neve nga pas"? Që të vetë ti thëm Azmerit, po sakrifikon XY, hajde edhe ti vëlla, ti lëm njëri natët. Po si thën do të Azmerit, hajde dalim shesh të mbaj fjalim XY dhe ti ikim shtëpi pim një kafe. Se do vete kursi Azmeri, o vëlla. Azmeri do vete kursi, do fitoj bukën e gojës, se ka familje për të mbajtur, s'do ri me mua aty thojo Gash ta morën qaf. Sto kush, bëhet fjalë. Më kupton shpenin? Do të mësojmë këtyre opozitarëve.